Mirë, ju ftoj tek mësimi jon i radhës është nga ku neve jemi në fakt duke studiuar shëndëltyrat e Jezusit, ose në fakt në përgjithësinë jemi duke studiuar nga jeta e Jezusit. Edhe do të ndalemi edhe tek mësimet që Jezusi është duke mësuar dishepujve të vet, njerëzve të tij që e rrethonin ose dhe që e ndiqnin na. Mateu 7 pra, vargjet 24 deri në 27. Që i dëgjon këto fjalë të mia dhe i bën, do ta krahasoj me një njeri të mençur që e ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi shkak. Dhe ra shiu, erdhën lumenjtë dhe fryn erat dhe u përplasën mbi atë shtëpi dhe nuk ra, sepse ishte thejmeluar mbi shkam. Dhe kushdo që i dëgjon këto fjalë të mia dhe nuk i bën, do të krahasohet me një njeri budalla që e ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi rër. Dhe ra shiu, erdhën lumenjtë dhe fryn erat dhe u përplasën mbi atë shtëpi. Dhe ajo ra dhe rënja e saj që e madhe, dhe ndodhi që kur Jezusi i mbaroi këto fjalë, turma mbetën të habitura nga doktrina e tij. Po shikojmë edhe tek Luka, është kapitulli 4, vargje 46 dhe ë deri në 49, Jezusi pra na që 4 ungjit pra e përmendin këtë histori, ë ose 2 nga ungjit në këtë rastin tonë. Në këtu Jezusi flet, vargje 46 deri në 49. Përse më thirrni Zot, Zot, dhe nuk bani atë që ju them? Çdo njeri që vjen tek unë dhe dëgjon fjalët e mia dhe t'i vën në praktik, unë do t'ju tregoj kujt i ngjan. Ai ngjan një njeriu që kur ndërtoi shtëpinë e vet, gërmoi shumë thellë dhe vendosi themelin mbi shkak. Erdhi një vërshim për roj u thul mbi atë shtëpi përse tundi do, sepse kishte themelin mbi shkak. Përkundrazi, ai që e dëgjoi dhe nuk i vuri në praktik, i ngjan njeriu që e ndërtoi shtëpinë mbi tokë, por pa themel. Kur ju sulm për roj, ajo u sheh me një herë dhe rënimi i saj që i ma. Neve këtë mësim, le të themi të thjesht që Jezusi na tregon këtu, neve e dim shumë mirë, ose si parim, unë mbaj mend të paktën kur ishim të vegjël, edhe shikoja që fillonin më përpara që ndërtonin shtëpi, ata i gërmonin ato themelet, ishin shumë të thella. Ishin gati, paktën neve ishim të vegjël edhe na dukeshin goxha të thella atëherë ato themelet, kanalet që hapnin edhe pastaj i mbushnin me gur. Sa më shumë gjoja unë mbaja mend të paktën në atë kohë, sa më shumë që të gërmosh themelin, kanalin edhe të vendosje gure, vendosje kolonat, betonin, aq më e fortë bëhej shtëpia. Sa më shumë, siç lexojmë edhe këtu tek Luka, Luka thot, Jezusi e shpjegon, thot, atë ai e gërmoi shumë thellë dhe vendosi themelin mbi shkam. Ishte në shkam, nuk ishte në një tokë të rrëshitshme që mund të ashtu lehtë. Por vem re, ne këtë kemi dy lloj njerëzish. Në jetën tonë të përditshme Jezusi na shpjegon që kemi dy lloj njerëzish që vinë dhe vendosin besimin e tyre, si e ndërtojnë besimin e tyre tek Perëndia. Për shembull, të parët, le të themi ata ndërtuesit e zgjuar ose besimtarët e zgjuar që dëgjojnë Perëndin, kanë dëshirë ta dëgjojnë Zotin, kanë dëshirë të ndërtojnë, ta forcojnë besimin e tyre. E studiojnë situatën, pra nuk ikin kuturu. E marrin mësimin nga Perëndia, e dëgjojnë atë me kujdes, dhe vendosin në praktik, e ndërtojnë atë në themel fort. Kurse këta që
nuk i vënë veshin, kanë dëshirë të ndërtojnë, po se si do jetë themeli edhe se si sa i fort, sa i thellë do jetë, mjafton që ta ndërtojnë. Pra e vendosin atë ku është më e lehta, ku është rruga më e shkurtër për të ndërtuar. Ashtu shpesh herë përballemi dhe ne me situatën tonë ku ne jemi në jetën tonë të përditshme. Qofse neve duam të paktën, qofse neve duam të vendosim besimin ton tek Perëndia, atëherë ne duhet bëjmë disa pyetje. Kush është themeli jon? Kush është baza jon? Ku po e ndërtojmë këtë themel? Pra cili është materiali që ndërtojmë? Pra në një ndërtues që ndërton shtëpinë e tij, ai e din shumë mirë, ai bën llogarit shumë mirë. Pra edhe cilat janë stuhitë e jetës. Në vendin, nëse neve do të merrnim parasysh ndërtesën, neve do të zgjidhnim vendin që të ishte më i fortë, nuk do të kishte rrëshqitje toke e kështu me radhë. Ashtu edhe me jetën tonë. Cilat nëse neve çfarëdo situate që të jemi ne në asnjë moment nuk do ta kemi të lehtë. Ne mund të mendojmë që e kemi të lehtë, por asnjëherë nuk e di. Edhe ne mund ta vërtetojmë këtë me jetën tonë që asnjëherë nuk është e lehtë. Të gjithë thonë për shembull, është bekim, është gëzim, është kënaqësi shumë e madhe që të kesh fëmijë. Por ne që kemi fëmijë e dim se sa e vështirë është të rrisësh fëmijë. E dim se sa e lodhshme është, e dim se sa kohë pa gjumë shpenzojmë, sa kohë lodhen e kështu me radhë. Një thënie interesante thoshte, ai që nuk ka fëmijë thoshte ka vetëm një shqetësim. Ai që nuk ka fëmijë ka vetëm një shqetësim. Kurse ai që ka fëmijë ka 1000 shqetësime. Ai që nuk ka vetëm shqetësimin pse s'kan fëmijë. Por ai që ka fëmijë ka shqetësime nga më të ndryshmet. O po pse u kollit, o po pse nuk kanë, o po pse nuk po se jeni pra ka aq shumë shqetësime sa por në të njëjtën kohë shumë njerëz e dëshirojnë këtë apo jo. Le të jemi realistë dhe të jemi të sinqertë që edhe pse ka shumë dhimbje dhe vuajtje, njerëzit nuk heqin dorë. Pra, le të themi 90% ose 95%, s'ka 1% të vogël që thotë nuk desha të martohem ose nuk desha të bëj fëmijë. Pra, neve zgjedhim llojin e jetës sonë, stuhitë tonë që do të përballemi. Por Perëndia na fton e ndërsa ne do të përballemi me stuhitë e jetës, Perëndia na fton që ta ndërtojmë këtë lloj themeli pranë me Perëndin, pra në shkëm të fortë. Është Perëndia ai që na udhëzon pastaj dhe na tregon se çfarë duhet të bëj. Por nëse ne gjithmonë pra do të varemi nga vetja jonë, ne jemi të sigurt që ne do të kemi edhe dështime do të jenë të suksesshme. Por me Perëndin dështimet nuk kanë vend. Edhe ne këtë gjë e dim pra. Pra kur themeli është tek Perëndia, ne shikojmë dashurinë e Perëndisë, ne shikojmë mëshirën e Perëndisë. Pra materiali i ndërtimit është pra që ne vendosim besimin tek Perëndia dhe e ndërtojmë atë me fjalën e Zotit. Stuhitë e jetës që ne gjithë secili prej nesh përballet, le të themi të rinjt, besoj që është nga për të gjithë ne, është presion nga shoqëria, largohesh nga shtëpia ose situata ku kërkesat që prindrit të kërkojnë edhe të rinjt nuk duan t'i plotësojnë, kur shikojnë të tjerët që këta i kanë edhe këta tanët nuk i kanë, bëjnë protesta. Pra të largohet nga shtëpia, shkolla, këto lloj presion, është puna. Por gjithashtu neve e dim që për çdo lloj moshe është puna, biznesi, çdo lloj hapësire ose nisme që kërkon të marri, mund të ketë suksesin, por ka edhe gjithashtu
edhe dështimi. Por e rëndësishme është që ne në këto momente duhet kemi parasysh edhe faktin a jemi të fortë. Diçka që Perëndia na e tregon hapur dhe na thot hapur është që ti thot nuk është se erdhe në Zotin edhe ti nuk do kesh më përballje me problemet, me shqetësimet e jetës. Por nëse je me Perëndin, ti do t'jesh më i fortë, do të kesh më shumë fuqi, më shumë konfidencë. Edhe shpeshherë njerëzit që e humbin këtë lloj besimi janë ata që radh parë janë larguar nga Perëndia, janë ata që s'kan marrëdhënie me Zotin, e kanë prishur ose s'e kanë ndërtuar kurrë. Qofse po të shikosh njerëzit që janë me probleme edhe kanë dështuar në shumë gjëra, ata shikojnë që është një problem që zgjidhet vetëm duke marrë mësim nga Perëndia ose edhe duke dëgjuar nga Perëndia. Qofse ata njerëz pra kanë zgjedhur të largohen ose kanë zgjedhur që mos ta ndërtojnë shtëpinë e tyre, jetës, besimit tek Zoti, atëherë çfarë ndodh? Ndodh që ka nga problemet nga më të ndryshmet pastaj. Që dhe neve e dim që në situata të ndryshme njerëzit tërhiqen, shmangen, i largohen përgjegjësive, qoftë në familje, qoftë në punë. Por një gjë që neve na mëson Perëndia është që ne duhet të marrim përgjegjësitë tonë. Pra ajo çfarë neve na disa pyetje që le ta mbyllim edhe që të kemi një fokus le të themi më të qartë me Zotin është a kemi filluar neve të ndërtojmë tek Perëndia? Apo po tregojmë në të kujdesshëm duke studiuar situatën, çfarë duhet, çfarë nuk duhet, apo marrim mësime nga Zoti, apo i vendosim ato në praktikë. Janë disa gjëra të thjeshta dhe elementare por që na ndikojnë dhe na ndihmojnë në të njëjtën kohë në jetën tonë të përditshme. Neve si njerëz mas edhe nuk e kuptojmë edhe i nënvlerësojmë gjëra, por janë ato gjërat e thjeshta që ndikojnë në jetën tonë. Edhe siç thonin pleqt që moti traun e kalb, ajo thoshte që pikon, nuk e kalb gjerba, sepse pika është pikon te trau derisa futet deri në palës të trau, derisa kalbet komplet. Ashtu edhe me ne, nëse ne lejojmë gjërat e vogla, pikimet e vogla që të hyjnë në shpirtin tonë, edhe që e luftojnë ashpër, duke na larguar nga Zoti. Kto janë ato edhe që na dëmtojnë më shumë se çdo gjë tjetër.